Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë komunikim mujor të Ministrisë Financave, ku dua të ndaj me ju performancën fiskale dhe ekonomike për gjatë 3 mujorit parë të vitit 2026, pra janar-mars 2026. Kjo periudhë në fakt konfirmon një ecuri pozitive të qëndrueshme, ku treguesit kryesor si rritja e të ardhurave, përmirësimi i administrimit fiskal, formalizimi më i lartë i ekonomisë tonë, por edhe rritja e punësimit, si dhe rritja e aktivitetit të biznesit, të gjithë janë tregues me rritje pozitive. Në fakt, këto rezultate reflektojnë jo vetëm një menaxhim më të kujdesshëm financiar nga ana jonë, por edhe efektet konkrete të politikave që ne kemi ndërmarrë për garantimin e rritjes së qëndrueshme të ekonomisë shqiptare, por edhe të mbështetjes së biznesit dhe qytetarëve tanë. Më lejoni të filloj me prezantimin dhe në përfundim të tij do të mirëpres çdo pyetje që ju e keni. Për sa i përket të ardhurave totale për periudhën janar-mars 2026, ne arritëm të realizonim 205.1 miliard lek ose rreth 2 miliard euro. Këto të ardhura janë realizuar në masën 105.8% të planit të periudhës dhe nëse do t'i krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm, kemi mbledhur rreth 13.3% më shumë të ardhura se sa 3 mujori i parë i vitit 2025. E përkthyer në shifra, të ardhurat që kemi realizuar për gjatë këtij 3 mujori, krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2025, janë 250 milion euro më shumë. Nëse do të bëjmë të krahasim me planin e periudhës, kemi 110 milion euro më shumë të ardhura se sa kishim planifikuar për këtë periudhë të vitit. Rritja e të ardhurave natyrisht nuk ka ardhur si rezultat i rritjes së taksave apo të tatimeve, por vjen si rezultat i një mirë administrimi më të mirë tatimor dhe doganor, vjen si rezultat i një implementimi më korrekt të strategjisë afatmesme të ardhurave. Nëse do t'i referohemi tabelës të mbledhjes së të ardhurave, do të shikojmë që peshën më të madhe në këto të ardhura e zën tatimet me rreth 37.9%, e pasuar më tej me doganat në masën 25.8% dhe nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në masën 22.3%. Të ardhurat e mbledhura nga administrata tatimore janë realizuar në shumën 77.7 miliard lek ose 7.1 miliard lek më shumë se sa 3 mujori i parë i vitit 2025, pra 71 milion euro më shumë se sa 3 mujori i vitit të mëparshëm. Të ardhurat nga TVSH-ja të realizuara janë në shumën 25.2 miliard lek ose rreth 19.4% më shumë se sa 3 mujori i vitit 2025, pra rreth 20% më shumë TVSH se sa 3 mujori i vitit të mëparshëm. Në raport me planin, kemi një realizim të TVSH-s me 115.5% për sa i përket 3 mujorit të parë të vitit 2026. Të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale janë realizuar në shumën 21.8%, ose 4.8% më shumë se sa 3 mujori i parë i vitit 2025. Në lidhje me të ardhurat e mbledhura nga administrata doganore, ku këtu përfshihet TVSH-ja në import, aksiza, taksa doganore, si dhe renta minerare, për periudhën janar-mars 2026 kemi realizuar të ardhura në vlerën 52.9 miliard lek, ose rreth 83 milion lek më shumë se sa 3 mujori i vitit 2025. Në aspektin e mbledhjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, ato kanë arritur në masën 45.7 miliard lek, edhe këtu përsëri jemi me një rritje me rreth 37 milion euro më shumë kontribute të mbledhura për gjatë këtij 3 mujori krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2025, ose në përqindje kemi një rritje të kontributeve krahasuar me këto 2 periudha me 8.9%. Të ardhurat nga kontributet vijojnë normalisht të shënojnë një ecuri pozitive nga 3 mujori në 3 mujor, ashtu siç kemi dhe raportuar më parë, dhe kjo mbështetet natyrisht nga zgjerimi i bazës së kontribuzve, si dhe
pa diskutim nga rritja e pagave si në sektorin publik, ashtu dhe në sektorin privat. Përsa i përket shpenzimeve, në krahun e shpenzimeve, përgjatë këtij tremujori totali i shpenzimeve buxhetore ka qenë në masën 156 miliard lek, ose 92.9% e planit të periudhës. Në qoftë se do ta krahasojmë me tremujorin e parë të vitit 2025, kemi një rritje të shpenzimeve buxhetore me rreth 5.9%, ose e përkthyer në vlerë monetare 8.7 miliard lek më shumë shpenzime buxhetore. Në lidhje me shpenzimet korrente, ato kapin vlerën 150.7 miliard lek, ose janë 95.4% e planit të periudhës. Në lidhje me realizimin e shpenzimeve kapitale, këtu realizimi është pak më i dobët, jemi në masën 52.6% të planit të periudhës. Natyrisht që realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-mars 2026 reflekton fakt një ecurit kujdesshme fiskale. Në thelb kemi të bëjmë me një aspekt sezonal të shpenzimeve kapitale, të cilat kanë një kursim të përkohshëm për sa i përket tremujorit të parë të vitit, por nga ana tjetër krijojnë dhe një bazë rritje më të fortë të këtyre shpenzimeve, pra shpenzimeve për investime, gjatë pjesës së dytë të vitit, kryesisht pas muajit qershor. Në lidhje me aktivitetin ekonomik të bizneseve, ritmi i rritjes së biznesit vijon të jetë tejet pozitiv. Në total, numri i bizneseve është rritur me 5% krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2025. Në fund të muajit mars, pra me datën 31 mars, numri total i bizneseve të regjistruara dhe aktive është 143.875. Gjithashtu, edhe subjekte e reja të regjistruara kanë shënuar një rritje dyshifrore, pra përgjatë këtij tremujori janë regjistruar 6.085 biznese të reja, me një rritje prej 12% krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të mëparshëm. Paralelisht me rritjen e numrit të bizneseve, natyrisht kemi edhe një rritje të qarkullimit apo të xhiros së deklaruar të bizneseve përgjatë periudhës janar-mars 2026. Në total qarkullimi ose xhiro e deklaruar e bizneseve deri në fund të marsit është 931 miliard lek. Dhe po ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit mëparshëm, kemi një rritje të xhiros vjetore të deklaruar me rreth 600 milion euro. Ky tregues padyshim që tregon qartazi një zgjerim ekonomik dhe nga ana tjetër edhe një dinamik pozitive për sa i përket ecurisë së biznesit në Shqipëri. Rritja natyrisht reflekton disa faktorë, dhe është një kombinim faktorësh në fakt, ku kemi të bëjmë një me formalizimin e mëtejshëm të ekonomisë, pra ka një xhiro të deklaruar më të drejtë nga ana e bizneseve. Së dyti, mbështetet pa diskutim edhe nga konsumi i brendshëm, i cili mbetet i fortë, dhe kjo vjen si rezultat edhe si rezultat i rritjes së të ardhurave, por edhe rritjes së punësimit. Dhe nga ana tjetër, kemi një performancë të mirë të sektorit të shërbimit dhe të tregtisë, që pa diskutim mbeten dy motorët kryesor të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Në planin e tregut punës, përgjatë këtij tremujori, kemi të regjistruar 13.825 më shumë punonjës të rinj se sa krahasuar me tremujorin e vitit 2025. Gjithashtu përgjatë këtij tremujori edhe si rezultat i fushatave sensibilizuese që kemi bërë në sektorin privat, kemi një rritje të deklarimit të pagave në të gjithë sektorët e ekonomisë, dhe po t'i referohemi fashave të pagave nga 70 deri në 100.000 lek, kemi një rritje me 25% pra të këtyre fashave të deklarimit të pagave, pra brenda këtyre fashave, krahasuar me marsin e vitit 2025. Dhe nga ana tjetër, kemi rritje të deklarimit edhe për fashat nga 100 deri në 120.000 lek, ku rritja është 26% krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Gjithashtu, rritja e pagave në dy sektorët të cilët janë identifikuar si sektor me risk të lartë, siç është ndërtimi dhe turizmi, pas fushatave sensibilizuese të bëra nga administrata tatimore, kemi një rritje të pagave në fashat 70 deri në 100.000 lek me 81% krahasuar me marsin e vitit 2025,
Sikundër, kemi një rritje me 61% krahasuar me marsin e 2025-s për fashat midis 100 dhe 120.000 lekë, gjithmonë në sektorin e ndërtimit. Ndërkohë që në sektorin e turizmit, rritja midis këtyre dy fashave ka qenë mesatarisht 32 deri në 34%. Natyrisht, rritja e deklarimit të pagave sjell edhe një rritje të tatimit mbi të ardhurat personale të paguar. Për sa i përket tatimit mbi të ardhurat personale, kemi një rritje të këtij tatimi në sektorin privat me 17.1% krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2025 dhe me 9% në sektorin publik. Për herë të parë këtë vit është bërë raportimi të 3 deklaratave tatimore që lidhen me tatimin e fitimit të thjeshtuar, pra tatimi i fitimit biznesit vogël, tatimi i të ardhurave nga korporatat, pra që është tatim fitimi për bizneset e mëdha, si dhe diva e individëve. Në vitet e mëparshme, ashtu siç edhe mund ta dini, datat e këtyre deklarimeve ka qenë të ndryshme, biznesi i vogël ka pas brenda datës 10 shkurt, biznesi i madh 31 mars, nga ana tjetër individët divën e depozitonin brenda datës 30 prill, ndërkohë që me ndryshimet më të fundit ligjore, data është përcaktuar është data 31 mars e çdo viti kur bëhen këto deklarime. Pa diskutim që kjo ka qenë një sfidë e madhe edhe për administratën tatimore, pasi kemi pasur në total 310.700 deklarata të depozituara. Megjithatë, procesi është administruar në mënyrë efikase, pasi ndërkohë që i afroheshim datës 31 mars, nuk u raportuan më as problematika, as ngecje të sistemit nga ana e bizneseve apo dhe nga ana e individëve. Ndërkohë, për sa i përket deklaratave individuale të ardhurave, këtë vit numri total i deklaratave individuale të ardhurave është 164.263 me një rritje prej 25% krahasuar me vitin 2025. Nga 164.263 deklarata, rezultojnë rreth 77.000 përfitues nga skema për fëmijët nën 18 vjeç. Sipas përllogëritjeve të gjeneruara nga sistemi, janë 1.4 miliard lek ose 14 milion euro, të cilat janë shuma për rimbursim për individët të cilët rezultojnë me tepritës kreditore. Nga këto, deri tani që flasim, janë rreth 670 milion lek që janë kërkuar nga ana e individëve për të rimbursuar në llogaritë e tyre bankare. Për sa i përket kompensimit të TVSH-s në bujqësi, ashtu siç është deklaruar dhe më parë, kompensimi i TVSH-s në bujqësi do të fillojë nga data 1 korrik 2026. Megjithatë, administrata tatimore është duke bërë një vlerësim të impaktit që ka kjo politike e re që kemi ndërmarrë për këtë vit, vëret se kemi një rritje të transaksioneve midis fermerëve me nipt dhe grumbulluesve dhe përpunuesve, ka një rritje të këtyre transaksioneve përgjatë këtij tremujori me rreth 20%, pra janë diku ke 5.642 numri fermerëve që kanë bërë transaksione me grumbullues ose përpunues. Sipas përllogëritjeve të bëra nga kjo administrat, shuma potenciale vetëm për tremujorin e parë të vitit 2026 është 400 milion lek, shumë e cila do të kalojë në llogaritë e fermerëve. Mbani parasysh që bujqësia ende nuk ka filluar me potencialin e saj të plot për të shitur produktet tek grumbulluesit apo tek përpunuesit. Këto në fakt janë disa nga treguesit e efekteve të politikës së re tatimore për vitin 2026 për sa i përket kompensimit të TVSH-s në bujqësi. Gjej dhe rastin këtu që t'ju bëj thirrje të gjithë përpunuesve dhe grumbulluesve që të lëshojnë autofaturat tek fermerët, pasi në rast se nuk e bëjnë, do të jenë pasaj edhe subjekte të kontrollit nga administrata tatimore. Tani duke ju falenderuar për vëmendjen, jam i hapur për çdo pyetje që mund të keni.
Kjo nisëm besoj që do të lançohet shumë shpejt. Aktualisht jemi në fazën ku jemi duke diskutuar dhe negociuar Ministria e Ekonomisë, Inovacionit, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë, janë duke negociuar mbi termat dhe kushtet e kredisë që do të aplikohen me këtë mekanizëm të ri. Pasi të përfundojmë negociatat, do të ketë një marrëveshje që do të nënshkruhet pra midis Ministrisë Financave, Bankës Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë. Me firmosjen e kësaj marrëveshje ne do të lançojmë produktin, megjithatë paralelisht me këtë produkt ne do të prezantojmë me aktin e radhës normativ edhe një garanci sovrane pikërisht për këtë produkt që ne po nxjerrim, i cili do të jetë i ngjashëm me garancinë sovrane që ne kemi në sektorin e bujqësisë, por që natyrisht do të fokusohet në programin dy fisho ndërmarrjen tënde. Elisabeta Bosco nga Televizioni Skan. Ju përmendët që kjo performancë të ardhurave vjen nga mirë administrimi tatimor dhe doganor, por sa kanë ndikuar çmimet e rritura gjatë marsit kryesisht me karburantët dhe ushqimet në këtë performancë, dhe një pyetje e dytë lidhet me Bankën Botërore, e cila ka rishikuar rritjen ekonomike për Shqipërinë për vitin 2026 duke ulur me 0.5%, pra në 3.4%. Dhe rekomandohen reforma, përgjigjen ndaj kësaj situate e cila mund të vazhdojë. A ka një plan Ministria e Financave në këtë drejtim për të amortizuar situatën? Po e filloj me pyetjen e dytë. Situata aktuale është në monitorim të vazhdueshëm si nga Ministria e Financave, ashtu edhe nga Banka e Shqipërisë. Rishikimi i rritjes ekonomike është një, po themi, veprim i drejtë dhe këto rishikime mund ndodhin për sa kohë situata është dinamike, pra nuk kemi situatë ku ne nuk e dim ende se si do të përfundojë konflikti në lindjen e mesme. Megjithatë nga ana e qeverisë ne jemi duke monitoruar në mënyrë të vazhdueshme situatën, kryesisht edhe se si do të reagojë, domethënë tregu për sa i përket rritjes së çmimeve dhe kush do të jetë niveli i inflacionit muaj pas muaj. Rekomandimet e Bankës Botërore, por kryesisht dhe rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar janë të tilla që reagimet e qeverive duhet të orientohen si fillim drejt mbrojtjes së grupeve vulnerabël, pra shtresave që janë më në nevojë, qofshin këto pensionistët apo familjet që marrin ndihmë ekonomike. Kështu që edhe ne çfarëdo lloj mase që do të marrim dhe që do të ndërhyjmë në treg për të përmirësuar situatën, do të jetë rakorduar me partnerët tanë, të cilët na sugjerojnë në situata të tilla se çfarë veprimesh duhet të ndërmarrim. Pyetja e dytë për sa i përket performancës fiskale nga administrata tatimore dhe doganore, nëse kjo lidhet me efektin e rritjes së çmimeve. Në fakt, periudha cilës ne i referohemi është janar-marsi 2026. Po i referohemi inflacionit të publikuar nga Banka e Shqipërisë. Ky inflacion është në masën 2.6%, që është brenda objektivave të Bankës së Shqipërisë, që do të thotë gjithë performanca nuk vjen si rezultat i ndryshimit të çmimeve, por vjen si rezultat i një mirë administrimi më të mirë tatimor, doganor, por edhe siç thash, implementimi rigoroz i strategjisë afatmesme të ardhurave. Përshëndetje, Eliza Gjutiku nga Report Televizion. Një ditë më parë ju keni deklaruar pas mbledhjes së qeverisë që brenda muajit maj do të jenë gati aktet nënligjore për të vënë në zbatim sipaqen fiskale ashtu edhe fshirjen e borxheve. Pyetja që ka të bëjë me fshirjen e borxheve. Tek kategoria e subjekteve që kanë detyrime tatimore nga 2015 deri në 2020. Ata në rast se paguanin në një kënd brenda qershor, ju falë 50%, por në vonesë të këtyre akteve a rrezikohet të ketë një shtyrje apo të preket kjo kategori? Dhe pyetja e dytë ka të bëjë me aktin normativ që ju thatë që është në diskutim. Përveç garancisë sovrane, parashikoni në atë akt normativ që të ketë edhe ndonjë politikë mbështetëse për grupet vulnerabël? Për sa i përket akti normativ normalisht do të jetë në diskutim në 6-muajorin e dytë të këtij viti. Unë e përmenda aktin normativ në fakt sepse vetëm nëpërmjet këtij mekanizmi ne do të mund të vëmë në dispozicion dhe garancinë sovrane pra për produktin dy fisho ndërmarrjen tënde. Kështu që
në momentin që do të ulemi dhe do të përgatisim aktin normativ, patjetër që ne do të mbajmë në konsiderat edhe zhvillimet më të fundit për sa i përket zhvillimeve ekonomike dhe efekteve që mund të ketë kriza nëse do të vazhdojë tek grupet vulnerabël apo tek shtresat në nevojë. Në varësi edhe të vlerësimit që do të bëjmë, do të marrim edhe masat përkatëse nëpërmjet aktit normativ. Ndërkohë për sa i përket akteve nënligjore dhe udhëzimeve përkatëse për fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore dhe paqes fiskale, ashtu siç deklarova edhe dje, ato do të hynë në fuqi brenda këtij muaji, pra brenda muajit maj më saktë, dhe nëse do të ketë apo jo zgjatje të afateve, kjo do të vlerësohet sepse mund të ndodhi brenda muajit maj, mund të jetë gjysma e parë e muajit maj, mund të jetë gjysma e dytë e muajit maj. Në varësi se si do të ecim me miratimin e këtyre udhëzimeve dhe akteve nënligjore, do të vendosim nëse do të ketë një shlyerje apo jo. Nëse do të ketë një shlyerje, do duhet që të bëjmë ndërhyrjet ligjore sepse afatet janë të përcaktuara me ligj. Pari, çfarë po ndodh me bazë sportive? Kur do të jenë ato të zbatueshme, të lishme në teren? Sepse vazhdimisht, thuaj se çdo ditë marrim njoftimin nga policia për goditje të këtyre rasteve. Dhe së dyti për programin dyfishon ndërmarrjen tënde. Sa përtithen programet të tilla nga bizneset? Në lidhje me pyetjen e parë, për sa i përket bazave sportive online, kanë mbetur dhe 2 akte nënligjore të cilat ne jemi duke i bashkërenduar me Ministrinë e Drejtësisë, dhe sapo ti bashkërendojmë dhe të dakordësojmë, do t'i publikojmë ato në mënyrë që të vijohet pasaj me licencimin e operatorëve potencial për të ofruar në mënyrë të lishme pjesën e bazave online. Në lidhje me pyetjen e dytë, më duhet them që mund të më ripërsërisësh edhe një herë pyetjen tutëm? Sa përtithen programet sovrane nga bizneset? Te kjo pjesë më duhet të them që domethënë në bazë të analizës që ne kemi bërë me garanci sovrane për bujqësinë, jemi duke ecur relativisht mirë, pra në vetëm pak muaj nga 30 milionë euro që ne kemi vendosur në dispozicion janë ezauruar 6 milionë euro, që do të thotë deri në fund vitit e gjithë garancia sovrane do të ezaurohet. Kështu që besoj që dhe pjesa e programit dyfishon ndërmarrjen tënde do të ketë po të njëjtin sukses, në mos do të ketë një kërkesë më të lartë sepse dhe vetë sektori ku do të ofrohet ky mekanizëm është shumë më i gjerë, pra dhe nuk është i fokusuar vetëm në sektorin e bujqësisë. Ju faleminderit. Zotë Ministër, vetëm janë më parë, dytë shoqëtarët e biznesit u mblodhën për shkak të situatës së krijuar nga rritja e çmimeve, kryesisht nga karburanti dhe për kjo edhe në rritjen e kostove në aktivitetin e tyre të përditshëm. Dhe kërkesat e biznesive ishin rishikimi i taksave ose subvencionimi. Përndryshe, do të përshkallëzonin çmimet. Kemi në reagim për këtë pjesë, apo ka ardhur një kërkesë nga bizneset tek Ministria e Financave për të marrë një përgjigje të duhur? Në djenin time ka një diskutim midis grupeve të interesit, pra shoqatës së transportuesve dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministrisë së Ekonomisë, ku kërkohen masa lehtësuese. Këto janë masa lehtësuese të cilat ne do t'i vlerësojmë rast pas rasti, por siç thash, rekomandimet nga FMN-ja dhe nga Banka Botërore vinë në një formë të tillë ku orientimet e ndihmës që jep qeveria duhet të jenë fillimisht te grupet vulnerabël dhe ke shtresat që kanë më shumë nevojë përpara se sa të fillojmë dhe të ndihmojmë sektor specifik brenda ekonomisë shqiptare. Kemi të mbyllur? Po, kemi edhe një tjetër këtu. Jepja dhe... Sabina Nika nga MCN Televizion. Zoti Ministre, kisha një pyetje për sa i përket kompanive të sekuestruara në kuadrin e hetimeve të akshit, pra si po vijon pagesa për to dhe nëse është parashikuar auditimi apo rivlerësimi i kontratave të këtyre kompanive. Besoj që kjo pyetje nuk i adresohet Ministrisë Financave, sepse kjo është një çështje që është ende në hetim dhe ende nuk kemi informacion se kush janë kompanitë që policia ka sekuestruar. Po për sa i përket kompanive që teknikisht kanë lidhur kontratat dhe po merren me menaxhimin e... Kush kompani që kanë lidhur kontratat? Flasim për kompani
që kanë bërë mirëmbajtje në agjencive kombëtare të akshit. Flasim për këto kompani, pra për kompanitë të cilat supozoj që po vijnë pagesat ose ata kanë lidhur kontrata. A keni ndjenjën tuaj nëse po vijnë ende procesimi apo Atëherë, për sa i përket procesimit të pagesave të kontratave, duhet kuptoni që Ministria e Financave alokon buxhetet respektive në gjithë institucionet buxhetore dhe janë institucionet buxhetore pasaj që bëjnë vlerësimin e pagesave ndaj furnitorëve potencial ose që ju ofrojnë shërbime dhe bëjnë ata vlerësimin nëse duhet bëhet një pagesë e tillë apo jo, nëse ju ofrohet një shërbim i tillë apo jo, ose nëse këtyre furnitorëve ju janë sekuestruar llogaritë dhe rrjedhimisht nuk mund të kryen dot as pagesa ndaj tyre. Pra këtë informacion nuk mund ta ketë Ministria e Financave. Thjesht për pjesën e alokimit, pra i thonë që po vjen alokimi i buxheteve ndaj këtyre. Buxheti alokohet në fillim të vitit të nderuar, kështu që buxhetet janë xha brenda institucioneve financiare, institucioneve buxhetore. Minister Osman Stafa, News 24. Ndërkohë që ligji për amnistin fiskal